e cila u derdhë, është qenë plot dhe shkaktoi këtë dimensionin e madh. Së dyti që është thelbësore, mendoj unë, është që ka thyer zemërimin politik dhe angazhimi ka thyer duopolin e partive kryesore dhe ka larguar atë që ishte opozita e kontrolluar ose opozita që administron dhe tani zemërimin. Opozita e kontrolluar e konsideroni ju? Po sepse unë mendoj se ka një statu quo, të cilët të dy partit, ky duopol i partive e mbajnë, ato përtej retorikës së ashpër me njëra tjetrën, asnjëherë nuk e trazojnë statu quon, nuk kalojnë vjet e kuqe. Shikojmë që i garantojnë vetes imunitet, bëjnë ujdiran mes natës ose mes verës, kur leverdisës, kur ndjen të kërcënuara. Dhe ky masivitet tregon që menaxhimi i zemërimit nuk është më ekskluzivitet i Partisë Demokratike, dhe kjo është arsye pse së pari protesta është sulmuar pikërisht nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike. Qoftë duke bërë ata antimitingun për çështjen e nismës për financimin e ndryshimit të hormoneve, ose kemi parë pasaj edhe me sulme, jo soroista, jo ushtarë të reveliet e kështu me radhë. Pra, ka thyer duopolin dhe i ka futur në paket. Madje thash para pak ditësh që kjo është për të parë përmbushja e dëshirës së Gilit në këngën Le të puthen demokratë e socialistë. Demokratë e socialistë janë puthur bashkë, edhe janë kundërvend në gjithë protestës, ku të munden sepse shikojnë që kjo protestë seriozisht i bashkohet dhe vën pikpyetje gjithë sistemin, gjithë statukon 35 vjeçare, ku dy liderët që janë sot e kanë nisur jetën politike si protagonistë jetës publike që në dhjetor të 91-shit. Dhe janë të trembur sepse e dinë çfarë peshë dhe çfarë fuqie kanë, janë njerëz të pakomprometuar, për piket e para për t'i denigruar, për t'i demotivuar, vetëm mua ka shtu inatin, sa herë që sot kanë filluar me influencera, i kanë thënë iranian, i kanë thënë soroist, i kanë thënë kolon grek ose dyndje greke, i kanë thënë marksist, antikapitalist, i kanë thënë anti-amerikan, çfarë si kanë thënë. Vetëm u kanë shtu inatin. Dhe ta e dinë çfarë ndodh, sepse pak javë më para ka rënë një qeveri në Bullgari prej gjeneratës Z. E shikojmë çfarë do të Bullgari. E shikojmë çfarë do të Beograd. Në protesta e kemi parë në Nepal, në Tajland, e kemi parë në Britani, e kemi parë në Mongoli, e kemi parë në Iran, pra është një brez i ri i cili ka super energji dhe nuk ndihet as i kondicionuar nga qasja tipike e hierarkisë familjare e traditës, ndihet si qytetar global sepse ka akses dhe është rritur dhe merr të mirëqen median, rrjetet sociale e internetin, dhe ka pritshmëri dhe ka kurajo. Pra, kjo është një gjë që neve thjesht po jemi të vonuar në bashkimin ndaj këtij trendi ndërkombëtar, edhe madje një ndër arritjet tjera, me shumë arritjeve të kësaj proteste, ishte që së pari një segment të shoqërisë që unë mendoja tërësisht apatik, që është kjo breziri, dhe unë mendoja që ta planin e vetëm. Shumë skeptik ka qenë, edhe pse s'kam rreshtur se edhe pse s'kam rreshtur asnjëherë se qenuri kritik në kuptimin e deklaratave, shkrimeve, prezencës publike, por kam qenë skeptik sepse shikoja që 67.000 qytetarë të Republikës së Shqipërisë çdo vit marrin rezidencën për herë të parë në Bashkimin Evropian. Dhe mendoja që ky brez ishte relativisht i dorëzuar edhe synonte vetëm edhe shikonte si zgjidhje të problemeve të veta, shikonte largimin, aratisjen dhe një bilet avioni duke mësuar një kurs gjermanisht për shku në Gjermani. Kjo gjë ma ka përmbysur dhe jam super entuziast për këtë gjë. Aq entuziast je zënë Rëllari sa edhe ditëlindjen vendoset ta festosh në emision sot. Jo që ti çfarë dije, po jemi kështu një ditë më. Së dyti që është thelbësore kjo është, dhe e përmend pak a shumë. Këta ishin më inteligjent dhe i bën bisht ofertës së kryeministrit për të bërë një shpurë, një përfaqësi për të shkuar atje, sepse suksesi i kësaj proteste është që është laramane, është një ambrellë që i përfshin të gjithë njerëz nga segmente